Territori shqiptar për datën 17 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura në shumicën e territorit, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat e ulta dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 17 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 17 dhjetor do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 17 gradë Celsius.